por në atë gjendje shpirtërore në të cilën ndolej, plaku Xholion nuk kishte qejf të hynte atje, kështu që zbritit atë pjetë kodrinës drejt pellgut. Baltazari, që kishte parë atje disa minj uji, shkonte përpara duke u hedhur me të ecurit e një qeni plak që e bën për ditë pa atë ull. Me të arritur te buza e pellgut, plaku Xholion u ndal dhe vuri re se një zambak tjetër uji kishte çelur që të djeshmen. Do t'ja tregonte Hollit të nesërmen, kur voglushi i tij e dashur do të shërohej nga dhëmbja e stomakut që e kishte kapur sepse kishte ngrënë një domate në mëngjes. Ajo e kishte stomakun shumë delikat. Tani që Xholli kishte ikur në shkollë, ky qetre mujori i tij i parë, Holli rrinte pothuaj gjithë ditën me të, kështu që plaku Xholion e ndjente shumë mungesën e saj. Përveç kësaj, ndjente edhe një të dhëmbur që e mërziste mjaft tani, një sësëmbim në ijen e majt. Ktheu kokën dhe vështroi përpjet kodrinën. Me të vërtetë që ai bosini i shkret kishte ndërtuar një shtëpi të bukur shumë. Kushtet diç karrierë do të bënte sikur të mos kishte vdekur. Po ku çe tani? Ndoshta ende i prap aty rreth rrotull për çarkvendit ku kishte bërë punën e tij të fundit, për çarkvendit të dashurisë së tij tragjike. Apo mos që shkrir vallë shpirti i Filip Bosinit në çdo gjë? Ku ta dish? Qeni po i bante kamët me balt. Plaku Xholion vajti drejt Korijes. Atje kishin çelur gjithë ata zymbyla dhe ai dinte vendet me hije ku ata ishin ende të njoma e dukeshin si copa qielli të rëna në mes të drurve. Lën nga pas stallën e lopëve, çmezet e pulave dhe shkoi shtegu të ngushtë përmes fidaneve të reja për të arritur te vendi ku çelnin zymbylat. Baltazari që ecste prap përpara, lëshoi një ungurim të ulët. Plaku Xholion e preku me kamp, por qeni nuk u ton, sikur nuk kishte vend përpara për të kaluar dhe qimet e kurrizit leshatak po i kërlesheshin ngadalë. Ndoshta nga ungurima dhe nga pamja e qimeve të kërleshura të qenit, ose nga ajo ndjenjë që e pushton njeriu kur ndollet në pyll, plaku Xholion ndjeu një si rrënqethje në tërë kurrizin. Dhe ja, atje tek thesa e shtegut pa një grua që ishte ulur e po rrinte te një trung i vjetër mbuluar me myshk e rrëzuar për dhe. Ajo kishte kthyer kokën matan dhe plaku Xholion pati kohë të thotë me vetën fjalët. Ajo pas ka hyrë në tokën time. Duhet ndrequr gardhi, para se gruaja e panjohur të kthente kokën. O Perëndi e madhe, pa ajo fytyrë që kishte parë në opër, pa ajo grua për të cilën po mendonte pak qaste më parë. Atë qast, nga hutimi filloi t'i shoh turbull të gjitha gjërat. Ajo ju duk si një zan, çudi. Mos i dukej valla ashtu nga ajo rreze dielli që binte mi fustanin e saj manushaqe si në të hirt? Pastaj ajo u ngrit dhe ndonjë me këmbë, me buzë në gaz, me kokën të varur lehtë më një anë. Sa e bukur që është, tha me vete plaku Xholion. Ajo nuk foli, asaj nuk foli sepse kuptoi për ç'arsye heshte ajo dhe ndjeu një farë admirimi për të. Ajo kishte ardhur atje sigurisht për një kujtim, dhe këtë kujtim nuk donte ta zbulonte me një shpjegim banal. Mos e lini qenin t'ju prek fustanin, i tha, se i ka këmbët e lagura, këtu ti. Por qeni Baltazar shkoi drejt vizitores e cila uli dorën dhe i gëzoi kokën. Ju pash në opër pak kohë më parë, ju nuk më pat. Ju pash, po si, këto fjalë qenë si një lajkatim i holl për të, sepse ju duk sikur ajo shtoi. Besoni se është e mundur që njeriu mos t'ju vëre? Të gjithë kanë shkuar në Spanjë, tha i papritmas. Jam vetëm, vajta në Londër për të parë operën. Ravoli këndon bukur, e keni parë stallën e lopëve? Në një gjendje kaq të ngarkuar me mister dhe me diçka që i ngjante shumë allëngjimit, ai shkoi instinktivisht drejt asaj cope të pronës dhe ajo e ndoqi nga pas. Shtati i saj lëkundej lehtë, siç u lëkundet francezëve elegante. Edhe fustanin e kishte të përhim si të francezëve. Ai vuri re një 2 a 3 thinja në flokët e saj ngjyrë qelibari. Ca flokë të çuditshëm pranë atyre syve të zinj dhe asaj lëkure pak të zbehtë të fytyrës. E ndjeu veten të trubulluar nga vështrimi i vëngër i syve të zinj si prej kadifeje, sepse dukej sikur ky vështrim vinte që thellë dhe nga larg,
si nga bota tjetër, ose të pakten nga një grua që nuk rronte shumë në këtë botë. Dhe ai tha pa u menduar, ku banoni tani? Kam një apartament të vogël në Chelsea. Ai nuk dëshironte të dinte se ç'bënte ajo tani. Nuk donte të dinte asgjë, por tha pa dashur, vetëm? Ajo pohoi me kokë. Ai sikur u lehtësua kur dëgjoi këto fjalë, dhe i erdhi në mendje atëherë se po të kishte dashur fati, ajo do të kishte qenë zonja e kësaj kurrieje, dhe stallën do t'ja kishte treguar ajo atij që do të vinte atje si vizitor. Të gjitha janë lop olderni, përshpëriu ai. Japin qumshtin më të mirë. Ja, kjo është e bukur. Ja, Myrtle. Lopa me lëkurësit kuqërreme dhe me ata sy të ëmbël si të Irenës rrinte në këmbë dhe priste që ta milnin. Ajo i vështronte me bisht të syve të ndritur, të ëmbël dhe cinik, dhe nga buzët e saj të përhime kullonte mi kasht një fije holl pështyme. Stalla gjysmë e errët dhe e freskët mbante erë san, vanilje dhe amonjak. Plaku Xholion tha, tani duhet të vini me mua që të ham darkë bashk, pastaj do t'u shpije në shtëpi me karrocë. Ai vuri re se në shpirtin e saj po zhvillohej një betejë. Ajo luftonte sigurisht me kujtimet, por ai donte të rrinte me të kishte pranë atë ftyrë të hishme, atë shtat mahnitshëm, atë bukuri. Kishte qenë vetëm fill gjithë pas dreken, si duket sytë e tij kishin një veshtrim të ngashëryer, sepse ajo ju përgjigj. Ju faleminderit Xhaxholion, me kënaqësi. Ai fërkoi duart dhe tha, bukur fort, atëherë shkojmë, dhe me qenin Baltazar përpara, zunë që ngjiteshin përpjet livallit. Tani dielli që pothuaj në një nivel me fytyrat e tyre, dhe plaku Xholion mund të shihte jo vetëm ato fije të argjënta, po edhe rrullat e vogla që ishin mjaft të thella për t'i dhënë bukurisë së saj shëmbëllimin e një figure monella antike, vulën e veçantë të njerëzve që nuk e ndajnë jetën e tyre me të tjerët. Do ta shpije nga ta raca, mendoi plaku Xholion, nuk dua që ajo të jetë një mysafire zakonshme. Ç'bëni gjithë ditën, e pyeti? Jap mësime muzike, merrem edhe me diçka tjetër. Domethënë punoni, tha plaku Xholion duke marrë kukullën nga kuna dhe duke rregulluar fustanin e saj të zi. S'ka gjë më të mirë se puna, apo jo? Unë tani s'bëj asnjë punë, po plakem. Me se merreni tjetër? Mundohem t'i vij në ndihmë grave që kanë halle. Plaku Xholion nuk kuptoi mirë. Që kanë halle? Përsëriti, pastaj kuptoi duke fërgulluar se ajo donte të thoshte pikërisht atë që do të thoshte edhe ai po të kishte përdorur atë shprehje. Tu vinte në ndihmë Madalenave të Londrës, çpunë e çuditshme dhe e tmerrshme. Por kërshëria e mposhti druajtjen e tij të natyrshme dhe ai pyeti, pse, ç'bëni për ato? S'bëj ndonjë gjë të madhe, s'kam të holla të tepërta, mundohem t'ua lehtësoj brengën dhe nganjëherë u shpije ushqime. Pa dashur, plaku Xholion shpuri dorën te kuleta. Tha me të shpejt, ku i gjeni? Shkoj në një spital. Në spital? Ajo që më hillëron më tepër është se dikur ato pothuaj të gjitha kanë qenë të bukura. Plaku Xholion drejtoi trupin e kukullës. Bukuria, tha ai. Ah, po. Histori e hillur, dhe vajti drejt shtëpisë. Përmes një dere me xham, me perdë që s'ishin ngritur ende, ai e futi Irenën në dhomën ku lexonte zakonisht gazetën The Times dhe faqet e një reviste bujqësore me ilustrime të mëdha të Panxharit Sheqerit e të tjera të këtij lloji që i shërbenin Hollit për vizatimet e saj me ngjyra. Darka do t'jetë gati pas gjysmore. Doni t'lani duart? Do t'ju shpije në dhomën e Xhunit. Vuri re se ajo po vështronte rreth rrotull me lakmi të malle. Sa ndryshime kishin ndodhur atje që nga hera e fundit që kishte vizituar shtëpinë me të shoqin, ose me dashnorin, ose ndoshta me të dy bashk. Ai nuk e dinte, nuk mund të thoshte. Të gjitha këto ishin të errta dhe ai dëshironte që t'i linte ashtu siç ishin, po sa ndryshime që ishin bërë. Kur dolën në Hayat, ai tha, djali im Joe është piktor, e dini, ka shumë shije. S'është shija ime, sigurisht, por e lash të bënte si të donte. Ajo rrinte në këmbë pa lëvizur fare dhe sytë e saj kalonin nga salloni në sallën e muzikës, që formonin tani një sallon të madh të mbuluar me xham nga ndukej qielli ngjyrë hiri.
Plaku Xholion pati një përshtypje të çuditshme. Mos kërkonte vallë, ajo thërriste dikë nga hijet e kësaj hapësire ngjyrë hiri i nxjidhë dhe argjendi. Atij do t'i pëlqente më shumë ngjyra e arit, sepse kjo ngjyrë është më gazmore dhe e fortë. Por Joe kishte shije franceze dhe për këtë arsye salloni dukej si një vend fantastik, si i mbushur me tym cigaresh që pinte shumë i biri, ma tym që dukej sikur shqyhej aty këtu nga një vezullim i vogël në ngjyrë të brust ose bojalle. Nuk ishte ëndra e tij, jo. Me mendjen e tij, ai kishte varur në këto mure të gjitha kryeveprat e atyre natyreve të qeta korniza praruara që kishte blerë në atë kohë kur sasia kish vlerë. Po ku qenë ato tani? I kishte shitur për hiç gjë, sepse ajo diçka që e bënte vetëm atë ndër të gjithë forsajt të ecte me kohën, e kishte lajmëruar të mos mundohej t'i ruante. Por në studion e tij kishte ende pikturën varka peshkatarësh holandez në perëndim të diellit. Zuri u ngjitej shkallëve ngadalë bashkë me Irenën se i therte nga pak në ij. Ktu është banja, tha, ka dhe kthina të tjera, i kam shtruar me pllaka, dhomat e fëmijëve janë atje. Kjo këtu është dhoma e Joe dhe të shoqes, të gjitha komunikojnë, besoj se ju kujtohet. Irena po hoj me kokë. Shkuan me tutje nëpër galeri dhe hynë në një dhomë të madhe, ku kishte një shtrat të vogël dhe shumë dritare. Kjo është dhoma ime, tha Plaku Xholion. Mure që i mbushur me fotografitë e kalamajve dhe me akuarele. Plaku Xholion shtoi me një ton plot dyshim. To akuarele janë të Joe-t. Te i keni një panoram të bukur, kur është i kthjellët moti duke tribuna hipodromit e Psomit. Dielli tani që ulur dhe ishte prapa shtëpisë, dhe me këtë panoram rrinte pezull një mjegullinë e ndritur që dukej sikur ishte refleksi i kësaj dite të gjatë e të lumtur. Pak shtëpi dukeshin, por fushat dhe drurët vezullonin me një shkëlqim të venitur dhe sikur shkriheshin atje larg në horizont në mes të kodrave me rër. Këto vise po ndryshohen, tha Plaku Xholion, pa pritur e pa pandehur, por ato do t'jenë ende kur ne do t'kemi shkuar. Shikoni atë mulli bardh, tha. Zogjt këtu janë të bukur në mëngjes, jam i lumtur që kam ikur nga Londra. Tyra e saj ishte pranë xhamit të dritares dhe Plaku Xholion i bëri përshtypje të thellë shprehja e hidhuruar e fytyrës së Irenës. Sa do doja ta shihja të gëzuar, tha me vete, një fytyrë e bukur, por e hidhuruar. Dhe si mori kënatën me ujë të ngrohtë, vajti në galeri. Kjo është dhoma e Xhunit, tha, duke hapur derën tjetër dhe vuri kënatën në dysheme. Besoj se do t'i gjani të gjitha ato që mund t'ju duhen. Dhe si mbylli derën, u kthye në dhomën e tij. Krehu flokët me furçat e mëdha për jabanozi, leu ballin me kolonj dhe duke bërë kështu mendonte se sa e çuditshme ishte vizita e kësaj gruaje. Ajo kishte ardhur si një vegim, si diçka e mistershme biled romantike, sikur dëshira e tij për të qenë i shoqëruar me dikë, për të shijuar bukurinë që plotësuar nga kushdo qoftë që plotësonte dëshira të tilla, dhe përpara pasqyrës drejtoi edhe më shumë trupin që siç e krrusur as pak. Fërkoi mustaqet e mëdha të thinjura me furçë, leu vetullat me kolonj dhe pastaj ra ziles. Harrova t'ju them se kam mbajtur një zonjë për darkë, i thuaj kuzhinierës të gatuaj diçka të mirë dhe i thuaj bikonit të ketë gati karrocën me dukuaj për në ora 10:30 se do të shpjerë zonjën sonte në Londër. Flemis Holly? Shëptorja u përgjigj se zbesonte se ajo të kishte rënë për të fjetur, dhe Plaku Xholion, duke shkelur në majt gishtrinjve, shkoi nëpër galeri gjerë në dhomat e fëmijëve dhe hapi derën, e cila nuk kërciti fare sepse ai lyente mirë çivit që të hynte të dilte natën pa u dëgjuar. Por Hollin e kishte zënë gjumi. Ajo flinte si Madonna në miniatur, si një nga ato Madonna që piktorët e moshëm nuk dinin ta dallonin nga Venusi si e kishin mbaruar. Qerpikët e saj të gjata të zinj, sikur i qenë ngjitur te faqet, dhe fytyra dukej shumë e qetë. Me sa dukej stomakun e vogël e kishte krejt në rregull, dhe në gjysmën e rrësirën e dhomës, Plaku Xholion, ashtu me këmbë siç ishte, e soditi një copë herë me dashuri të madhe. Sa e bukur, sa e madhërishme dhe sa e dashur që ishte ajo fytyrë e vogël. Plaku Xholion më shumë se kushdo tjetër e kishte aftësinë e uruar që ta ndjente veten të përtëritur te fëmijët.
Ata ishin për të jeta e ardhme, e vetmja jetë e ardhshme që mund të pranonte ndoshta i thellë në natyrën e tij të shënosh prej pagani. Ja tek ishte Holly, me gjithë ardhmen përpara dhe me gjakun e tij, me një pjesë të vogël të gjakut të tij në rrembat e saj të imta. Ja tek ishte shoqja e tij e vogël, të cilën ai do të mundohej ta bënte sa më shumë të lumtur, kështu që ajo të mos njihte asgjë tjetër përveç dashurisë. Me zemrën të mbushur nga lumturia, plaku Xholion doli nga lloma duke ecur me kujdes të madh që të mos kërcisnin kpucët lustrina. Në korridor i erdhi në mendje diçka e çuditshme. Fëmijët e vegjël mund të bëheshin një ditë si ato gra të cilat i ndihmonte Irena. Gra të cilat të gjitha kishin qenë dikur të vogla si Holly që flinte tani atje në dhomë. Duhet i jap një çek, tha me vete, nuk më bën zemra të mendoj për ta. Ati si bënte kur zemra të mendonte për ato grafat keqe të nxjerra jashtë gjirit shoqërisë. Një mendim i tillë prekte thellë natyrën e vërtet fisnike të fshehur nën shtresën e ndjenjës që ishte nënshtruar ndjenjës së pronës. Lëndonte këtë gjën më të shtrenjtë për të, dashurinë për të bukurën që e bënte edhe tani t'i fërgëllonte zemra kur i kujtohej se do të kalonte mbrëmjen me një grua të bukur. Dhe zbriti poshtë nëpër disa shkallë të vogla. Atje në qilarin e verës kishte një nga ato vera gjermane që kushtonin të paktën 2 sterlina shishja, Steinberg kabinet, që ishte ku e ku më e mirë se çfarë do Johannesburg që mund të kesh pirë njeriu. Një verë me një aromë shumë më të mirë, e ëmbël si nektari vërtet. Mori një shishe, e mbajti në duar sikur të qefosh dhe jo shishe dhe pastaj e ngriti te drita që ta shihte. E pështjell me pluhur, kjo shishe ngjyrë ëmbël e grykhol i fali një kënaqësi të thellë, që për 3 vjetësh që ditën që kishin ikur nga Londra, askush nuk e kishte prekur këtë verë. Ajo duhej të qenë në gjendje shumë të mirë. E kish bler 35 vjet më parë dhe me që lavdi Zotit dinte ende të shijonte gjërat e bukura, kishte të drejtë ta shijonte. Irena do ta çmonte këtë verë që nuk do të ishte thartuar as pak. Shiu pluhurin e shishes, i hoqi tapen vet, afroi hunden te gryka, nuhati aromën dhe pastaj vajti prap në sallën e muzikës. Irena rrinte me këmbë pranë pianos, kishte hequr kapelen dhe kishte vënë një shall dantelle, kështu që i dukeshin flokët ngjyrë qelibari dhe qafa si e fildisht. Veshur me atë fustan ngjyrë hiri pranë pianos prej drurit të kuqërrem, plaku Xholion ju duk si një pikturë fort e bukur. Ai dha krahun dhe që të dy shkuan drejt dhomës së bukës duke ecur rënd. Në këtë dhomë, ku mund të uleshin për të ngrënë pa u shtrënguar as pak 24 veta, tani kish vetëm një tyrezë të vogël e trombullakët. Tani që plaku Xholion kish mbetur vetëm, tyreza e madhe e bukës sikur e shtypte. Ai kishte dhënë urdhër ta hiqnin andej gjersa të kthehej i biri. Në këtë tyrezë të vogël ulej për të ngrënë duke qenë i shoqëruar vetëm nga 2 Madonat Rafaelit që ishin riprodhime shumë të mira, që e vetmja orë e zymë të ditës sa asaj vere të bukur, ajo orë që kalonte në dhomën e bukës. Ai s'kish qenë kur hamës i madh, si Suithini, ose si Silvanus Haythorpe, ose si Antoni Thornworthi, shokët e tij të dikurshëm. Nuk e ndjente veten as pak të gëzuar tek hante ashtu në vetmi në mbikëqyrjen e 2 Madonave, kështu që ngutej të marronte bukën sa më shpejt për të shijuar kënaqësinë tjetër më shpirtërore që i falte kafeja dhe puroja. Por atë mbrëmje puna çandryshe. Syti shkreptinin tek rrinte vështronte Irenën që ishte ulur në anën tjetër të tyrezës dhe i fliste asaj për Italinë dhe për Zvicrën. I tregonte histori rreth udhëtimeve që kishte bërë atje, si dhe për disa ngjarje të tjera, të cilat s'mund t'ja tregonte të birit dhe as gjunit, sepse ata i kishin dëgjuar një herë. Ai gëzoi që kishte tani se kujt t'ja tregonte këto gjëra. Nuk i pëlqente të përsëriste pa ato gjëra, siç bëjnë shumë pleq që enden gjithmonë fushave të kujtimit. Lollej shpejt nga bisedimet e tyre që s'dinin të kovendonin dhe kështu instinktivisht përpiqej të mos i lollte të tjerët dhe dashuria e tij natyrshme për të bukurën e shtynte të tregojë i kujdesshëm kur shoqërohej me një grua. Ja donte shpirti që Irena të fliste, t'i hapte zemrën, por ndonca ajo përshpëriste dhe vinte buzën në gaz duke treguar kështu se i pëlqenin shumë ato fjalë që thoshte ai,
Plaku Xholion e ndjente fare mirë se Irena rrinte e mbyllur në atë vetmi të fshehtë që përbënte gjysmën e bukurisë së saj. Ai nuk i duronte dot gra që duan të tregojnë gjithmonë se kanë supe e sy të bukur dhe dërdëllisin pa pushim, ose grallë gjufë shpata që japin urdhra hiqen sikur din më shumë nga ai që i dëgjon. Vetëm një gjë çmonte ai te gruaja, bukurinë, dhe sa më e qetë që ishte kjo bukuri, aq më shumë e donte ai. Dhe bukuria e Irenës ishte si e mbuluar nga një tis, si drita e perëndimit mbi ato kodrina luginat e Italisë që i kishin pëlqyer aq shumë dikur. Dhe duke menduar se ajo jetonte si e mbyllur në vetvete, Plaku Xholion i dukej sikur që më pak e huaj për të, një shoqe çuditërisht e dëshiruar. Kur një njeri është shumë plak dhe nuk është më një konkurrent i rrezikshëm, i pëlqen ta ndjej veten të sigurt në rivalitetet e të rinjve, sepse dëshiron të jetë prap i pari në zemrën e bukurisë. Dhe kështu, duke pirë verën gjermane e duke vështruar buzët e saj, e ndjente veten pothuaj të ri. Po dhe Çani Baltazar i vështronte buzët e saj dhe i urrente ato ndërprerje në kuvendimin e tyre dhe tringëllimin e gotave bleroshe plot me lëng gjyrari që i dukej i neveritshëm. Kish filluar të ngrysej kur u kthyen prap në sallën e muzikës. Dhe me purën në gojë, Plaku Xholion tha: "Bjeri një pjesë nga Chopini. Nga purët që pi njerëzit dhe nga kompozitorët që u pëlqejnë, do dini se me çfarë është endur indi shpirtrave të tyre." Plaku Xholion nuk i duronte dot purët e forta ose muzikën e Wagnerit. Atij i pëlqente Beethoveni, Mozarti, Handeli, Glucku e Schumanni, dhe kush e di se për çarsye i pëlqenin dhe operat e Meyerbeerit. Por vitet e fundit e kishte bërë për vete Chopini, ashtu siç e kishte ruburuar në pikturë Botticelli. Duke u rrëmbyer nga këto shije, e ndjente se largohej nga modeli i shekullit të artë. Poezia e re nuk ishte poezia e Miltonit, e Byronit dhe e Tennysonit, e Rafaelit dhe e Tizianit, e Mozartit dhe e Beethovenit. Ajo qesi e bështjell me një vel. Kjo poezi nuk i binte askujt në sy, por shtinte gishtërinjt nën brinj dhe e kthente, e përdrillte dhe e shkrinte zemrën, dhe duke mos qenë kurrë i sigurt në që e dobishme një gjë e tillë, s'donte t'ja dinte fare gjersa mund të shihte pikturat e njerit ose të dëgjonte muzikën e tjetrit. Irena ulte pianoja në ndampen elektrike me abazhur ngjyrhiri me ingji, stolisur me ojme, dhe Plaku Xholion në koltuk nuk mund ta shikonte mirë. Ndenjë këm mi këm dhe zuri e po thithte purën ngadalë. Ajo ndenjë një copë herë me duar në tastierë, sepse me sa dukej mendoi se çfarë pjese t'i binte. Pastaj filloi dhe në shpirtin e Plaku Xholion lindi një kënaqësi e hidhur, që nuk i shëmbëllente asgjëje në këtë botë. Ai zuri të binte ngadalë si në një kotullim që ndërpritej vetëm nga lëvizja e dorës që hiqte purën nga goja në intervale të gjata dhe e vinte prap atje. Irenën e kishte përpara. Verë kishte pirë dhe duhani mbante erë të mirë. Por atje ishte gjithashtu një botë ku dritën e diellit po e zëvendësonte ngadalë drita e hënës. Ishin pellgje me lelek dhe me drur të kaltër që përkuleshin si për tyre shkëlqenin nga trëndafilat e kuq si vera, dhe fusha me livando ku kullosnin lopë të bardha si qumshti, dhe një grua si hije, syzeze qaftë bardh, shtrinte krahët me buzë në gaz, dhe në pa ajrin që i ngjante muzikës u rrëzua një yll dhe u kapte briri një lope. Plaku Xholion hapi syt, që muzikë e bukur. Ajo i binte mirë pianos, kishte prekurit e një ëngjëlli. I mbylli prap syt, e ndjente veten për çudi të hidhuruar dhe të gëzuar, ashtu siç mund ta ndjejë njeriu kur rri në një bli të lulëzuar që mban erë mjalt. Të mos jetosh jetën tënde, por të rrish atje dhe të shkrihesh nga nënqeshja e syve të një gruaje e të dehesh nga aroma e saj, tërhoqi dorën të cilën po ja lëpinte Çani Baltazar. Bukur, tha, vazhdoni prap me Chopinin. Ajo nisi t'i bjerë pianos përsëri. Të rrallë ajo habit nga ngjasimi i madh që vuri re midis Irenës dhe muzikës së Chopinit. Lëkundja që kishte vënë re në të ecurit e saj
që edhe në mënyrën si i binte pianos, në nokturnin që ke zgjedhur ajo, në sytë e saj të zinjit të ëmbël dhe në dritën që binte mi flokët e saj dhe që ishte si drita një hene të artë. Ajo të robëronte, po, por s'kishte asgjë të dalilës as tek ajo as tek kjo muzikë. Një kordele e gjatë ma vi duke u përdradhur, unë gjitë larg nga maja puros dhe u zhduk. Ja kështë zhduke, mi tha me vete, dhe s'do të ketë më bukuri. Nuk do të ketë asgjë? Irena u ndal përsëri. Ju pëlqen Gluku? Ai e shkruante muzikën e tij në kopshtin plot diell, duke pasur pranë një shishe me verë rejni. Ah, po, le të dëgjojmë Orfeon. Tani rreth tij shtriheshin fusha për lot lule të arta të argjenda, hije të bardha lëkundeshin në dritën e diellit dhe zogj të shkëlqyer fluturonin andekët tej. Kudo që verë, valë të ngeshme për mallimi dhe keqardhjeje vërshonin në shpirtin e tij. Nga puroja i ra pak hi përsipër dhe ai nxori shamine më ndafsht për ta shkundur. Nuhati aromën e përzier të duhanit dhe të kolonjës. Ah, tha me vete, rinin, pleqëri, behar i vogël dhe asgjë tjetër, dhe tha, nuk i keni rënë këngës ke faro. Ajo nuk u përgjigj, as nuk lëvizi. Ai ndjeu se ajo kishte diçka, një turbullim të çuditshëm. Pa pritmas e pa që u ngrit nga froni i pianos dhe i ktheu krahët. Atë çast e vrau ndërgjegja, sa i vrash që ishte treguar. Ashtu si Orfeu, edhe ajo padyshim kërkonte atë që kishte humbur në lëndinën e kujtimeve. Dhe ashtu zëmërlënduar siç që, ai u ngrit nga kultuku. Irena kishte vajtur të dritarja e madhe atje në fund të dhomës. Ai shkoi pas ngadalë. Ajo kishte lidhur duart në kraharor dhe ai mund të shihte vetëm fashën e saj që ishte shumë e zbetë. Plaku Xholion u mallëngjya dhe tha, mjaft e dashura ime. Këto fjalë i kishin dalë pa dashur se ja thoshte gjithmonë Hollit kur asaj i dhimbte ndonjë gjë. Por ato e trënditën për një herësh Irenën aq shumë sa ajo ngriti duart, mbuloi fytyrën me to dhe ja shkrepi të qarit. Plaku Xholion rrinte dhe po e vështronte me ata sy të futur thellë nga pleqëria. Turpi mallqe, siç dukej ndjente ajo nga dobësia e saj që nuk kishte të bënte as pak me kontrollin dhe sjelljen e saj të matur. Tregonte sheshit se ajo nuk që shkrehur kur në vaj faqe një tjetri. Mjaft, përshpëriti Plaku Xholion dhe e preku plot respekt me dorën e shtrirë. Ajo u kthye dhe u mbështet pas tij pa i hequr duart nga fytyra. Plaku Xholion rrinte si i ngrirë me dorën e tij të hollë te supi i saj. Let qante me nga shërim se mirë i bënin lotët, dhe qeni Baltazar ashtu i hutuar ul në bisht dhe po i vështronte. Dritarja ishte ende e hapur, perdet s'shen mbyllur. Drita e fundit e venitur e ditës që vinte nga jashtë përzihej me dritën e dhampës së ndezur brenda në dhomë, bante erë bardhë kositur rishtas. Nga urtësia që kishte fituar nga një jetë e gjatë, Plaku Xholion dinte se nuk duhej të fliste. Edhe hidherimi shtëronte me kohë përmes ngashërimeve. Vetëm koha shëronte plagët e zemrës, koha që shihte marimin e çdo ndjenje, marimin e çdo gjendje shpirtërore, koha shërimtare. I erdhe në mendje fjalët e psalmit, si dreri dëshiruar për një burim të freskët. Por këto fjalë nuk i hynin në punë. Pastaj ndjeu një aroma në shaqeje dhe e kuptoi se Irena po fshinte syt. Zgjati mjekrën, pështeti mustaqet e balli i saj dhe ndjeu se ajo fërgëlloi e tëra si ajo pema që shkon pikat e shillt që ka përsipër. Ajo i kapi dorën dhe e shpuri të buzët sikur t'i thoshte, tani më shkoj. Më falni.
Një prehje e çuditshme i pushtoi shpirtin plakut Xholion kur i puthi dorën ajo. Ai e shpuri prapë te pianoja, dhe çani Baltazari ndoqi dhe lëshoi te këmbët e tyre koskën e një prej kotoletave që kishte ngrënë. Duke dashur të zhduk sa më shpejt për shtypjen e hidhur të këtij çasti, plaku Xholion i shkoi në mendje t'i tregonte porcelanet, dhe duke vajtur bashkë me të ngadalë nga një dollap te tjetri, ai i tregoi disa modele të Dresdenit, të Lostoftit dhe të Chelsit, duke i kthyer e rrotulluar në duart e tij të holla plot damar me një lëkurë me preka që tregonte sheshit moshën e saj të vjetër. Këtë e kam bler te Gjopsoni, thoshte ai. Më ka kushtuar 30 sterlina. Është shumë e vjetër. Ky qen i lëshon koskat nga do që vete. Këtë misur e kam bler në një shitje në Ankant, kur atë markezin e mallkuar e mori lumi. Por juve nuk ju kujtohet, ja një model i bukur i Chelsit. Po kjo këto ç'markë është, thoni ju? I vinte mirë kur shihte se ajo me ato shije që kishte interesohej për këto gjëra. S'kishte asgjë më të mirë për të qetësuar nervat se sa porcelani një marke të dyshimt. Dhe më në fund, kur u dëgjua jashtë zhurma rrotave të karrocës, ai tha: "Duhet të vini prap. Duhet të vini për drejt që t'ju tregoj këto ditën. T'ju tregoj edhe vogëlushën time të bukur, me çoh ky qen ka rënë në dashuri me ju." Kështu tha, sepse Baltazari që e kishte kuptuar si duket se Irena po ikte, po fërkohej pas këmbëve të saj. Si e përcolli gjerë te porta e madhe, i tha: "Do t'ju shpjer në shtëpi, pas një ore një çerek. Merrni këtë për ato që keni në mbrojtje." Dhe i futi në dorë një çek prej 50 sterlinash. Pa sa asaj shkreptin syt dhe dëgjoi që përshpëriti: "Oh, Xholion", dhe u drodhi tëri nga kënaqësia që ndjeu. Kjo donte të thoshte se një dy krijesa të varfra do të kishin ndihmë dhe se ajo do të vinte përsëri. Futi dorën nga dritarja karrocës dhe e shtrëngoi edhe një herë dorën e saj. Pastaj karroca u nis. Ai qëndroi atje dhe soditi hënën e hijet e drurve dhe tha me vete: "Ç'natë e bukur, ajo."